Shikos të nderuar të rëtërisë, mi mbrëma dhe mi sot takohemi në emisionin Debati Lirë. Vendimi i ZRE-s për ngritjen e energjisë elektrike me 16.1% ka ngjallë reagime të shumta nga qytetarët e Republikës së Kosovës, pasi që tashmë faturat e energjisë do të vinë sigurisht me çmime të tjera. Po ashtu, shifet se ky vendim do të ndikojë edhe në rritjen e çmimeve të produkteve bazë. Pastaj në pjesën tjetër të këtij emisioni do të flasim edhe për bllokadën e konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, pasi që po shifet dhe thëtë nga opozita që faji është tek opozita e akuzon opozitën, por kush i ka numrat dhe kush është duke e blokuar punimet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, do të flasim me dy mysafirët në studio, që është Arber Jashari, avokat apo jurist, dhe Mustafa Kadria, profesor. Arber, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Atë po fillojmë me vendimin e zërrejës profesor Mustafa Kadriaj, ku sot në fakt grupi asnjë cent më shumë në një konferencë për media në orët e mesditës ka bërë të ditë që do të ketë përsëri protesta nesër në orën 12, bashkë në kohën kur do të mblidhen edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës. Kjo është bërë me qëllim, për shkak se ja bën media dhe deputetëve që duhet të reaguar. Pra, organizatori i kësaj proteste, Besnik Shabiu, ka thënë se aktivitetet tona nuk do të ndalen, do të vazhdojnë tutje derisa të arrihet sipas tyre qëllimi për më ndalë këtë vendim. Si keni pa këtë vendim të zërres? Nëse flasim nga ona ligjore kanë drejtë. Nuk mund ta mohojmë përderisa kanë marrë atë vendim. Kanë arsye të veta, por kur flasim nga ona interesit qytetarëve dhe mirëqenies, normal që është ngarkesë, por për fat të mirë tash nëse ato dy protesta kanë pas efektin e vet, tash kur flasim me këtë krizë politike që është në Kuvend, me një mënyrë tash do të kalojnë në heshtjen dhe me një mënyrë në injorimin e këto protesta për faktin që e gjithë fokusi qeveritar, e gjithë deputetëve është se si do të shkojnë atje, dhe për fat të mirë, me një mënyrë zëri i qytetarit nuk do të jetë i fuqishëm dhe po ndodhen do gjana si koincidencë, po paramendani tash vendime shmarrë atje, në fakt kur farë përgjegjësia, kur farë llogaridhënie nuk jep askush. Opozita me një mënyrë hedh topin tek opozita dhe të kjo qeveri që është në detyrë, i po thot vetes hala në detyrë, ndërsa qeveria në detyrë thotë ma kuptoni gjendjen se ajo është marrë një vendim, po në nuk më jashtë ta ndryshoj. Kështu që unë vlerësoj që stata nuk është e lakmueshme për interesin dhe mirëqenien e qytetarit, është efekti negativ, po është, do thotë kjo nuk ka vetëm efektin e drejtë për drejtë, do të në kostën dhe portofolin e qytetarit, po kjo do të ndikon edhe tek shporta e konsumit dhe të gjitha shërbimet në varëse, do thotë sepse secili biznes, nëse është përpunues ose prodhues ose shërbes, gjithë do të ngrisin çmimet sepse detyrimisht në ekonominë e tregut biznesi është në fakt thjesht përfitues. Ose do të fiton del në plus ose do të mbyll të në fakt kolapson. Kështu që për me qëndru në treg rrisin çmimet, kur rriten çmimet pa ngarkohet kosta edhe portofoli qytetarit, rrjedhisht do të merra mirëqenia e qytetarit në vend. Nëse kthehemi në retrospektiv, ne nuk jem të folë para 100 viteve që kanë ndodhur ato premtimet e kryeministit aktual, para 5 vite, para se marrën pushtet, dinë ato premtimet e tyre pompoze që ne nuk jemi të varur, por jemi të vjedhur, do të ulim çmimet në tek shporta konsumit, tek buka, tek energjia elektrike, të gjitha ato premtimet e zoti Kurtit që normal kanë qenë ambicioze për atë kohë, për fat jo të mirë. Tash po jep disa arsyetime, jo inflacioni, jo kriza evropiane, jo lufta, por që edhe shtetet evropiane po përballen dhe me një mënyrë kanë tentuar që ta menaxhojnë thjesht pjesën e shportit së konsumit, por që për fat jo të mirë Republika e Kosovës dhe qeveria e Kosovës fare s'u intereson në fakt ngarkesa e qytetarit, por vetëm ju mush buxheti dhe arka shtetit që në parim në është mirë më mush arka shtetit, po është mirë më mush me politika ekonomike, jo drejt për drejt, do thotë në se mos letë është të ngarkohet fakt portofoli qytetarit, sepse unë gjithmonë e them se askush me zot nuk i sjell në qeveri, vinë me ambicie dhe nëse flasim Kosova që është si një shtet demokratik dhe është orientuar në ekonominë e tregut, do të me pas politika investive zhvillimore. Kur flasim në këtë drejtim, vlerësoj që ka pas qeveri më adopta nga ana performancës dhe nga ana numër, por që spoku kanë dhënë sinjal që din ka më nga ana ekonomisë së tregut, ndërsa qeveria aktuale jo që ka tentim, po fare s'intereson
nëse flasëm të pjesa investime, pra gjithë fokusi ka qenë do politika sociale, që gjithmonë e kam ngritë shqetësim dhe nuk kam besu, sepse tash po shihet që nuk japin rezultat, sepse njerë do të me pas investimi tani krijon tyra stabile që krijon bazë edhe për shëndetësi, edhe për arsim, edhe për siguri, kur flasim polici, FSK, gjitha, por këtë gjitha atë grumbullim të hyrave që po e banë, që këtë tash po kërkoset do të thonë mbush e arkën e shtetit, por ky po mbush përmes qeveria aktuale deri me tani ka mbush përmes importit, dhe në momentin që mbush përmes importit, detyrimisht i lodh dhe i damton prodhuesit vendor, që me një mënyrë edhe gjithaja kërkosin nga Ministri i Bujqësisë, që jam ministri që kam punu më shumë se gjithë ministrat tjerë në bujqësi, por në momentin që po të rritet importet dhe të dështojnë bizneset dhe prodhuesit vendor, të shifet që nuk e mundur mja qëllu, nuk e ditur në fakt ja qëllan për me investu diçka që me pas efektin e vetë, por nëse lidhëm prap të pjesa e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, vlerësoj për fat jo të mirë, koha dhe momentumi nuk është fare i favorshëm edhe për protestën, edhe për kërkesat e qytetarëve, sepse mund ta merrem mend kush i jep llogaridhënie. Zërëja thotë unë kom marrë këtë vendim, basë që japin arsyet, basë rritjes së çmimit në nivele rajonale, së botëror, janë kërkesat në këneja, dhe aja është me një familje të lanë para aktit kryer, qeveria ka gjithë fokusin dika tjetër, plus besa avokati di ma mirë, por në këtë kohë që është në detyrë i ka të kufizuar në disa lloj vendime, pritet më bëj qeveria tjetër, ku të bëj qeveria tjetër, edhe nëse bëj do thotë punën nëse bëhet javën e ardhshme, është sukses që në gjysmë të muajit me fillu puna si duhet. Vlerësoj bos praktika po flas, por që mos ta humbi rrjedhën e misionet, do thotë avokati mund të më shtuaj edhe më shumë edhe më mirë këtë pjesën juridike. Mustafa tha që ligjërisht nuk ka problem se për këtë ngritjes së çmimit nga zërej. Mirë po, grupi asnjëherë më shumë ka marrë një avokat, faktikisht edhe së paramedias që do të vazhdon procedurat ligjore. E thashëm me drejt profa që tash nuk është një momentum i mirë, kjo duke qenë se zëreja është një organ i pavarur dhe bordin e zërejës e zgjedh Kuvendi i Republikës Kosovës. Në aktualisht s'kem kuvend, kemi një qeveri në detyrë ose ndërheqje që është do se ta quajmë, por e cila është qeveri kalimtare, me kompetenca shumë të kufizuara, kryesisht teknike, sa për të mos i lënë, ose mos të kriju vakum, ose mos t'i lënë zbras që ato institucione. Po edhe sikur të ishte, qeveria ka heqë përgjegjësinë për vete, duke thënë që ne nuk kemi kurfar ndikimi në vendimet e zërejës. Në kësi situate, i vetmi institucion që kishë mujtë me reagu, të paktën me u diskutu si çështje dhe me mba ndonjë veprim konkret do të ishte Kuvendi i Republikës së Kosovës, pasi që Kuvendi zgjedh anëtarët e zërrejës dhe në farforme ata i përgjigjen Kuvendit. Por na tash nuk kemi as Kuvend, Kuvendi ka hi një farë katërahure, një farë të si thush, një farë rrethrotullimi që s'po mundet me dalë. Të dy kratë edhe pozita dhe opozita pjalon fajin vetit, ndërkohë kemi qytetarët aktiv cilët kanë paralajmëruar protesta. Nuk është shumë mirë që populli po vedisohet për me protestu për çështjet që janë jetike dhe bazike që e prekin drejt për drejt interesin e qytetarit, ka se ne nuk kemi shumë tradita që të protestojnë për çështje të këtij lloji. Edhe në ndërkohë është, siç e thatë edhe vetë, është thënë që do të atakohet ai vendim dhe në rrugë ligjore, për çka është duke punu kolegu jam Ardian Bajraktari, dhe do të gjenden modalitetet. Çdo vendim i një organit administrativ, ai ka mundësi të atakohet në rrugë ligjore përmes padisë për konflikt administrativ, i cila me ligjin e ri zhvillohet mund tjetë dhe në kompetencë të gjykatës themelore, varësisht për natyrës padisë, po dhe gjykatës supreme. Dhe e di që janë duke punu në drejtim, dhe e di që ka me pas një kërkesë që ky vendim i zërrejës të shtyhet ose të pezullohet për një afat të caktuar, derisa gjykata të vendos për lishmërinë e tij.
Gjithsesi, më vjen keq që vërtet kjo po ndodh, domethënë shtrejtimi i rrymës, i cili ka me pas efekt tepër negativ edhe në çështje tjera dhe ka me ndiku direkt në rritjen e çmimeve tjera që ka paraqet një kosto më të rëndumën për qytetarin e Republikës Kosovës. Dhe nuk është diçka që ish dashur ndoshta me ndodh, për arsye se ne kemi pas edhe më herët ngritje të çmimit të rrymës. Dhe kjo pothuajse është bërë e zakonshme që pothuajse çdo vit ne kemi tarifa të reja, qeveria e përgjithshme do të ishte në gjendje ta menaxhojë ndoshta më mirë këtë situatë, qoftë me nivelin e prodhimit të energjisë elektrike që bëhet nga Keku, që ti marr masa që të kemi më shumë prodhim të brendshëm, qoftë në nivelin e eksportimit dhe importimit të rrymës të jetirojnë ato fazat kohore që të eksportojnë kur Keku prodhon shumë micë dhe i duhet ka mundësi për eksport dhe të importojnë me çmime më të lira atëherë kur i do. Thjesht besoj që ndoshta me një menaxhim më të mirë dhe me një përkujdesje më të madhe nga ana e institucioneve ekzekutive do të bëhej diçka që mos vihej në këtë situatë. Thjesht tash ata mund të arsytojnë, të thonë po ja që na kena ardhur para një situate të krynë, ose siç ka thënë kryetari i bordit ZRE-s, nëse gjani ju rrymë më lirë, blene po s'ka, kjo është tregu. Po qeverit që kanë plan program, që kanë synime strategjike afatgjata, punojnë në drejtimin që të minimizojnë pasojat dhe i kanë, si thuash, në ndërlije dhe në mendje që situata caktuara mund të menaxhohen më mirë duke u përgatitur. Thjesht përgatitja në dështim është dështim në përgatitje, është një farthonje, kështu që kjo qeveri ka dështu në përgatitje dhe tash kjo fakti që ne kemi dështu në përgatitje, atëherë neve na sjell para një situate dështuese. Këtë rast është manifestohet me rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Është paremëruar më herë që do të ketë ngritje të çmimeve, për shembull bukën e kemi që është paremëruar që do të jetë 0.80 cent, po ashtu edhe shporta tjetër që vetëm ka filluar të lëviz në fakt, por tash do të gjenë arsye edhe shumë biznese që ndoshta nuk është shumë shumë prej ngritjes së çmimit të energjisë, por që po e gjenë si pretekst për me pas ngritje të çmimeve. Kjo është e natyrshme në ekonominë e tregut, sepse tash edhe spekulimi ekonomik i bizneseve, edhe nëse nuk ka prek në kostin e tyre, ata në një mënyrë kanë një lloj drejte, kështu që mund thjesht mund ta manifestojnë edhe në fakt më së lehti është ata ta ngarkojnë shportën e konsumit dhe në fakt në një mënyrë ta ikën barrën nga vete, sepse thonë është rezultat që ne i kanë ngritur çmimin tek energjia elektrike, që është një kosto relevante tek bërit biznesit, shumë e natyrshme. Por që për mua do të ishte kushtimisht e pranuar dhe në fakt edhe për vetë qytetarë vlerësoj sikurse qeveria do të kishte marrë do të thotë një vendim qeveritar që do të bënte do të thotë një stabiliment të ri të prodhimit të energjisë elektrike dhe në fakt me një mënyrë me llogaritë që ne të gjithë si qytetarë do të jemi kontribues që shumë mas 5 vite ose mas 10 viteve ajo me qenë një promotor edhe furnizimit të rregullt të energjisë elektrike dhe potencialisht edhe eksportit, sepse çdo shtet i ka në fakt përparësi dhe mangësitë ekonomike në ekonominë e tregut. Ne si shtet është kohë gjatë dhe nësi ish krijesë jugosllavisë dhe si krahine ish jugosllavisë, ne jemi njohur për pasuritë që janë të ngjitshme dhe këto që llogaritmi si vendi 4 ose 5 në botë për pasuri. Dhe në fakt në këtë drejtim ne është dashur me qenë fakt promotor i furnizimit të energjisë elektrike të gjithë rajonit, e me gjërë. Në fakt që më një mënyrë nëse bota për shembull arabe, që është lindja e mesme, do të jenë njohur për prodhimin e derivateve dhe furnizimin me derivate, me një mënyrë Kosova është dashur me qenë për pjesën e energjisë, sepse 1.500.000 banorë dhe gjithë këto pasuri që janë 3 bazamente, po flas pak a shumë me kompetencë, që është pjesa e obilisit fushë Kosovë, Drenicës dhe EPE-s, që është diçka që janë burime të pashtershme, do të thotë me qindra vite janë diçka. Ato po flasme me testime dhe ritestime të vazhdueshme, por që nuk më intereson fare qeverisë në këtë drejtim, as që ka pas ndonjë ide ose ndonjë sinjal nga ana e qeverisë që do të punojmë diçka për sa qeveria ka prolonguar dhe i ka pengu disa
vendime që kanë qenë më herët për me bë diçka rreth prodhimit të energjisë elektrike, në bëllin nëse kthehemi në retrospektimin që nga mbas lufta, për kraja ndaj kekut dhe prodhimit të energjisë elektrike, po flas me shifra që janë të nxjerrë radh prej Kostonmiko deri në 2008, sillen dikon rreth 1 miliard euro që janë dhënë donacion prodhimit të energjisë elektrike, kekut në përgjithësi, pjesës shpërndarjes të stabilimentet që janë në rrjet elektrik, por që edhe në bazë një paralogaritë të fezibilitetit të projektit me Sadi, u sjell dikon rreth 700 milion euro një erimër. Kosova C-ja, Kosova Re, si është quajtur. Kosova Re, po më duket. Po, Kosova Re, në fakt 1 miliard euro janë shpenzuar, do të thotë për gjitha ato vite, që në fakt ato janë avollu sepse shihet që as nuk e kanë ripërtëri rrjetën, as nuk kanë bërë diçka investime në prodhem, pra cila është ajo Kosova A është me një mënyrë para kolapsit, vetëm Kosova B është pak a shumë më stabil. Kështu që në vend se qeveria me një mënyrë ta kishte një lloj arsyetimi që po ne po shtrejtojmë, por në fakt ne po përgatitemi për gjeneratat e ardhshme që edhe unë si gjeneratat e tanishme e kisha mirë kuptu. Edhe si ekonomist e kisha mirë kuptu, sepse tek e fundit çdo gjenerat duhet të bëjë për gjeneratën e ardhshme dhe në fakt me kriju një lloj bazamenti për një stabilitet ekonomik të shtetit. Por, kur flasëm, kjo qeveri nështë mundet më u kërkus për çdo vendim tjetër dhe për çdo sjellje tjetër qeveritare, por nga ana ekonomike, përderisa aty të rritet kosto e shportit çdo ditë më shumë dhe nuk i asnjë investim, edhe ato pak investime, do thotë edhe një rrugë që ka mbetur e Xhelanit, në fakt aja as për sa afërme nuk ka rend që kryhet. E lirë më diçka tjetër, por nuk i asnjë kantier të ndërtimet ose zhvillimit që ndoshta në të ardhmen do të ishte kthy në promotor të zhvillimit ekonomik. Nëse mund me thonë tash më herët është investuar në beton dhe në asfalt, edhe ne kemi pas vërejtë tona në atë kohë si ekonomista, por sidoqoftë tani tuti po arsyetojnë, sepse tek e fundit ne po lëvizëm më mirë dhe më lehtë, po na krijon një lloj komoditeti. Edhe të bërit biznes, po edhe ne si qytetar, ndërsa me këtë qeveri krejt komoditeti është që nonat lehona dhe fëmijët pi marrin disa tolla që në fakt kur e sheh efektin dhe ngritjen e mirëqenies është i papërfillshëm. Pa dashur që ta neglizhojmë ose ta injorojmë atë vendim ose ato të hyra, po kur flasim tek niveli i ngritjes së mirëqenies vlerëse që kur fare peshë nuk ka, të shëndetësia vlerësoj që nuk ka diçka më mirë se herën e kaluar. Ka diçka që po trumbeton tek pjesa e sigurisë, por tek pjesa e sigurisë nuk jam kompetent, por nuk di sa, përderisa bën dalën disa foto në rrjetet që ende me një mënyrë FSK-ja do thotë kanë probleme me furnizim me veshmbathje. Mund na merrem me mend edhe policia që çfarë gjendje janë, ndoshta ka investuar diçka në pjesën e armatimit, por kur flasim tek që është vjetalja në fakt që duhet me dalë si dohet ushtari dhe policia, vlerësoj që nuk është nivelin e duhur, kështu që unë vlerësoj që ka shumë detyra para vetes, ndoshta edhe këtë neglizhencë bërës qeverisë si duket, po tenton t'ja u hedhë në fakt si thonë patatën e nxehtë opozitës, se po e sheh ky që me qenë kryeminist në një vend si Kosova dhe me gjithë presionin ndërkombëtar, duke ditë rrugtimin e Republikës Kosovës, nuk është lehtë, ose duhet me qenë një lloj kreteni që nuk i ka përfill deri me tani fare, do thotë mes ndërkombëtar, ose nëse don me një mënyrë me qenë këtë farë lloj me notun këtë farë lloj ure që na i krijon rendi botror, me një mënyrë ti nuk i çare pa qenë fleksibël dhe më përshtat, edhe mos shkojnë në ekstrem, por nëse mendon dikush nga Kosova që ne edhe nuk dojmë t'i përfillëm, jo vetëm mos mi përfill, po nëse vije që nëse thot Kosova që unë mund të hapi luftë ndaj teje ose ta atakoj ty, cili shtet i frigohet Kosovës që nëse Kosova nuk pajtohet me ta, se diçka në fakt Kosova kërcënon. Një shtet më i dobti nga ana ekonomike dhe nga ana ushtarake, kështu që ti nuk je kurfar faktori. Nëse shkojmë më tutje, ky rend botror është duke me një mënyrë duke i kontestuar shtetet që kanë qenë më vul, siç është në fakt Ukraina,
Siria, Iraku, Libia, do të ata ja ka trazu shtetet, ndërsa ne një shtet pa qenë fare, kërën botëror na i kryer dhe ne në fakt mos jemi falënderës dhe në fakt ta dim se si kemi ardhur dhe si duhet të shkojmë, unë mendoj që një lider që është larg pamës dhe me interes të vendit vetë dhe me një farë perspektivës të ardhme ekonomike dhe politiku, ndërsa që ai vetëm lider s'mundet me qenë, por thjesht don me i plotësua apetitet e veta dhe të militantëve të vet, por gjithmonë kam thënë, askush nuk i ndal askon të manifestojnë ideologjitë e tyre mrena subjektit të vet. Por do të kemi qartë që Kosova e ka kriju një lloj strategjie, një lloj vektorit veprimit me ekonominë e tregut, me shtetet demokratike, edhe tash të mja ndryshua ty në vlerësoj që duhet me qenë ka që shumë i krisur për mja imponu mendimin, mund të amenë me mend, mja imponu mendimin, ose me oprish atë rendin e tyre, vlerësoj që për moshtë e papranueshme, pa hin pjesën juridike dhe pjesën politike. Vetëm nga ona ekonomike po flas, Kosova është një vagon i fundit i atina asoj lokomotivës ekonomike botërore. Kemi ende disa sanksione që sot zatën në disa media raportuar që ende BE-ja nuk është e gatshme me hek ato sanksione sepse sipas tyre nuk janë plotësuar disa kriteri, disa kushte. Ne kemi biseduar edhe këtu nëse ma e fjalën që ato nashta nuk patën shumë efektin e drejtë ekonomik, po ma shumë anës imazhit. Për shumë një investitori huj, a i potencialisht hin anën zyrtarit një shtetit. Kështë të pas ka sanksione. Këtë ka sanksione nga një botë demokratik... Masa, pjëthojnë, në gjurën më të botë. Mirë që edhe masa, dhe të pse, dhe të është diçka që nuk janë të knashën me ty, dhe të diçka nuk jetë u sjell të mënyrë demokratike. Edhe nuk jetë duke dhënë sinjale. Edhe tash edhe po shitë një fakt tjetër që ti kanë vendosur masat para 2 vjete, por sa probleme tash mi hikur. Do të është edhe më nështë ti tash do të më radhë më ult në kërkesat e tyre më të jek ato në fakt masa. Kështu që më mirë do thotë njëri gjithmonë është jo korime, por thjesht ato preventivat. Me një farë mënyrë kur nuk merr preventiva, shihet që ti ose nuk je mjek i mirë, ose nuk je lider i mirë, por mos ta marrë minutazhin. Nëse s'kemi shku diçka rreth Ole juridike, unë i kërkoj falje e juve. Tha shumë gjana nga ona e parafolësit, po edhe në pajtona që një lider gjithsesi do të vendosë, do të qes interesin e popullit në rend parë, pastaj interesin e vetë, qëllimit e veta karrieriste. Po, zoti Kurti ka manifestu shpesh një mosbindje ndaj faktorit ndërkombëtar, nga njëherë ndoshta me një lloj të drejtë, nga njëherë dhe ka shku në përtej limiteve që duhet, sepse është mirë që na mos jemi dëgjueshëm dhe të pranojmë gjithçka që ata thonë, dhe t'i kundërshtojmë mbi bazën e argumenteve dhe t'i bindemi që nuk është ashtu mirë nëse ata na kërkojnë diçka që është në interes të demokracisë, në interes të vetë shtetit të Kosovës, mirë po nëse insistimi tyre vjen deri në masën sa që ne ta rrezikojmë atë që kemi me të çmushmen, më e çmushmja e këtij shteti është aleanca që ka pas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian, sepse siç e tha edhe profa, na jemi një shtet i vogël, na nuk jemi kurfar faktori, thjesht kemi pak popullsi, pak territor, e shihet tash qarën politika botërore që na nuk kemi kurfar ndikimi, pavarësisht se na në këtë diskursin ton edhe në takimet tona kemi qef me faktorizu veten. Krejt që kemë dhe krejt që në ka pru dhe këtu është alianca që kemi ditë me ndërtu alianca, kemi ditë me ndëgju, kemi ditë më rështu dhe ku më rështu. Në qeveriset e kaluara, me qëra fjala, ka pas shpesh një farë dëgjushmerie të verbër, edhe karshi disa çështjeve që ndoshta kanë qenë dëmë vetë demokracisë dhe dëmë të shtetit Kosovës, për shemb ta zonë gjykatën speciale që është një prej gabimeve më të mëdha, për hir trujtjes së këtyre aleancave, është mirë që zoti Kurti megjithatë ka ditë her pas here që të shfaqë ose që thot populli mos më lshu pemë me koqit për disa raste, sepse edhe ndërkombëtarët janë gabueshëm. Po jo deri në masën sa që
me na vu para masave apo sanksioneve, apo me na vu përballë një kritike tash për të aleatit tonë më të madh të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kur jemi te jo serioziteti i Shteteve shpërfaqet më shumë në atë në zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Shtetet serioze, pavarësisht ndërrimit të qeverive, i zbatojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Shtetet serioze kanë manifestime dhe veprime serioze, kanë flasjen e gjuhë diplomatike dhe sillen në mënyrë të përgjithshme edhe karshi qytetarëve të vetë, edhe karshi kori diplomatik, gjithmonë në përputhje me interesat e vetë shtetit. Këto kemi pa shpesh që nuk ka shku bash ashtu thjesht edhe në aspektin diplomatik, edhe ka pas që akordim shpesh mes presidentes, kryeministrit, ministrës të jashtme, gjëra tjera, cilat besoj që nuk kanë qenë dëm të këtij shteti. Atëherë profa përmeshtu këto. Përderisa tash që janë të kontestu disa shtete që kanë qenë shtete, ndërsa ne pa qenë, me një mënyrë kë faktor ndërkombëtar i kemi bindur, janë bindur, kanë kriju bindjen që kjo shoqëri, ky vend mund të krijojë një shtet. Dhe në momentin që krijon një shtet, ta besojnë për me kriju një shtet, dhe me qenë pjesën e familjes së shteteve botërore, me një mënyrë ti avokati din më mirë, po me një mënyrë ki edhe ti obligime, sepse kur të krijohet bindje që ti me qenë shtet, me një mënyrë ti duhet me qenë me një mënyrë në atë farë konsistencën e tyre, në rrugtimin e tyre që me funksionu, sepse ata ju ka kriju bindje që ti din me notu si shtet në nivel ndërkombëtar. Por që me kësaj lloj sjellje, unë edhe me këtë në parim është shumë normale njerë me pas qëndrime, por unë për veti prapë nuk kisha pajtu për faktin që nëse marrëm backgroundin gjithë liderëve të mëhershëm, se cili ndoshta ka pas gabime, por kur flasim e kalura dhe gjeturia atyne në momentet caktore historike është shumë më afërshme se Zotit Kurti. Dhe për shembull një Ramosh Haradinaj do thotë një kontribut i madh nga ana për shembull e luftës dhe që ka sakrifiku familjen, do thotë lideret ushtarak të krahët të luftës që kanë udhëheqë do thotë politikat e Kosovës, një lider i LDK-s që ka qenë kryetari i Kosovës, fakti Ibrahim Rugova, si rezultat i sjelljes së tij është kriju në atë kohë një vend në terrë informative, ka kriju do thotë një kauz, do thotë e ka dhënë me një mënyrë kanë ngritë çështën e Kosovës, do thotë gjatë viteve më të larta që dikush më interesu për Kosovë. Dhe kur ata lider, do thotë kanë dhënë me një mënyrë dëshmitë nga ana e sigurisë që janë njerëz që kanë interesin e Kosovës, dhe në këtë rast nëse flasim me këtë zhargonin që përmeni edhe Arbri që me lshupe, nuk është që ata kanë lshupe që nuk kanë ditur ose që kanë qenë të shantazhuar, por kur është interesi i perspektivës së vendit dhe të shtetit, edhe më sa di edhe ish kryeministri anglez që ka qenë Churchill e ka thonë që lideri duhet më ndonë për gjeneratët e ardhshme, jo t'i fiton zgjedhjet. Por që kjo niveli i liderëve ballkanik dhe nivelit Kosovës po është në ku jemi. Edhe këto unë interesin e popullit, ndërsa që kësi lloj vendime nuk është interes i qytetarit dhe i popullit, është interes i militantëve dhe i kauzës dhe i manifestit ty në fakt politik, por jo interesi dhe perspektivës së shtetit Kosovës, sepse gjithmonë është si në ekonomi dhe në politikë dhe në çështje juridike, kur mbyll një port, gjithmonë ti duhet me pas alternativen. Me një mënyrë për mbylli gjithë edhe ta shumë po pres, ti nuk je bërë faktor, mund ta merrem me mend, ti nuk je as faktor ushtarak, as diplomatik. Nëse flasim diplomatik, do të thotë më na një njohje krejt jashtë vije zyrtare. Që me një mënyrë unë vlerësoj që të shkakton ministri punëve të jashtme, në këtë rast kisha dhënë dorëheqje, sepse 4 vite ti një njohje se konfronton dikush këtë jashtë lojës dhe jashtë vije zyrtare me ta sjell një njohje, unë vlerësoj që më pas pak moral, do thotë ti duhet më dha dorëheqje sepse ti fare nuk e ka arsyetuar pagën tonë lere gjithë ato shpenzime tjera që kanë ndodhur. Profi, do të jeni i zënë në një punë tjetër, do t'ju lirojmë nga studio për të vazhduar me pjesën tjetër të debatit bashkë me Arbrin. Atëherë rikthehemi pas pak.
Atëherë përcollëm musafirin tjetër, pra profesorin e ekonomisë Mustafa Kadria. Do të vazhdojmë me pjesën e dytë të këtij debati. Në fakt do të flasim për të tretën dhe të vërtetën, meqenëse se Kuvendi i Kosovës nesër do të synohet për herë të tretë që të bëhet pra seanca konstitutive e Kuvendit të Legjislaturës së 9 të Republikës së Kosovës, kush paraparë nesër në orën 12. Do të del nesër treta e vërtetë Arbër, apo do të ketë përsëri edhe një 48 orësh të tjerë, apo varet edhe nga juridikisht është e mundshme, sepse kjo është një krizë si them artificiale. Nuk është diçka që është e patejkalueshme. Besoj që nëse shumica, në këtë rast zoti Kurti me aleat, kanë vullnet, ose më mirë them, nëse vetëvendosja si partia më e madhe me 48 deputet Ku thoni me aleat, kush janë aleatët e Kurtit? Aleat e kanë fjalën me aleat e vet, këtë rast vetëvendosja me partner që i ka brenda koalicionit. Guxa dhe alternativa, si dhe minoritetet. Nëse kanë vullnet dhe nuk është pjesë e ndonjë plani apo strategjie, besoj që mund të kalohet kjo raporti i verifikimit mandateve, e që pastaj i hap rrugë edhe zgjedhjes së kryetarit, nënkryetarëve të Kuvendit, me çka pasi të bëhet betimi i deputetëve natyrisht dhe të fillojë zyrtarisht mandati tyre, dhe pasi të bëhet zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, atëherë do të konsideroj se seanca konstituive e përmbyllur dhe me çka fillojnë pastaj afatet për formimin e qeverisë. Krejt kjo është e mundshme nëse pozita, e cila nuk është hala pozitë, sepse nuk kemi një përcaktim pozit-opozit, ka qenë herën e kaluar, po pozita e djeshme i ka gjatë një vota, sepse për ta kaluar atë raport të verifikimit, nuk dohen bile gjatë një vota, dohet një korum për gjatë një personash ose deputetësh në Kuvend, e për tyre dohet të votojnë shumica, që është minimum i kalimit. Këtë rast se dihet si kushtetuta jonë ka para pa 3 lloj votash, domethënë 3 lloj shumicash, që është shumica thjesht, që nënkupton në prezent të plotësohet korumi për gjatë një deputetësh dhe prej tyre të votojnë shumica. Në këtë rast, me shumicë thjesht kalon. Pastaj shumica absolute që nënkupton prej 120 deputetëve të votojnë gjatë një për, që janë vota të mjaftueshme për votimin e kryetarit Kuvendit dhe nënkryetarëve, e kur jemi të nënkryetarët, për nënkryetarët votojnë edhe parti tjera, sepse kemi ne përpas kryetarit që është shqiptar, kemi edhe 3 nënkryetarë tjerë që vinë pe partive, pe grupe më të dhaja parlamentare, e që shumë lehtë bëhen gjatë një vota. Pastaj edhe kemi edhe 2 nënkryetarë që vinë nga komunitetet, gjë që për mendimin tim do të ishte një rrjedhë normale, po me sa duket zoti Kurti ka dështu për me konsolidu shumicën, për pas partive shqiptare nuk i ka sigurta as votat e minoriteteve. Nëse mund të themi pse janë rebelu minoritetet? Nuk kanë qenë kështu ndonjëherë, tash po lypin poste pra ministra kështu më radh. Po dalë në rolin e Mustafës, se më do që ishte pak i ashpër, sikur në kohë të fushatës. Fushata ka përfundu, i mire i keq Albin Kurti prapë i ka fitu shumicën me qëto që i ka bon dhe që si ka bon. Po veç kë din më shku në mbledhjen konstituive të Kuvendit pa asnjë marrëveshje të koalicionit. Thjesht në një shoqëri normale dhe në një demokraci normale, ai është dashur që me secilin përfaqësues të minoriteteve ose parti minoritare, e cila ka prezencë, ka fitu mandatin në Kuvendin e Kosovës, ta bëjë ka një marrëveshje formale, në mënyrë që njerëz ta dinë cili do të jetë roli tyre në qeverinë e ardhshme. Po ati nuk mundesh me shku në Kuvend me thonë, hej, amënëm i mu votën, së një Albin Kurti, pastaj flasim për tjerat. Kështu për gjas, kjo ka qenë edhe fakti që ata janë rebelu, sepse nuk e din pozicionin e tyre çfarë do të jetë. Thjesht kemi disa përfaqësues të minoritetit bosnjak, ku ata janë edhe parti që kanë konkurrencë brenda komunitetit ndërmjet veti, edhe është normale që të rebelohen. Pastaj kemi edhe
parti që përfaqësojnë komunitete tjera, që janë parti të ndryshme dhe që kanë ato rivalitetet e brendshme. Krejt këto, Zoti Kurti ka pas kohë mjaftueshme me i administru, sepse që nuk ka qenë në djeni që mujmë me rezistu ka qenë minoritetet? Është interesant se kjo është sill me një farë komoditeti sikur ti ketë fitu 50%. Si që ka ndodhur në dhe me një farë komoditeti absolut, duke mendu që jo është të kështoj, ma keni bërsh, do të me votu mu, pastaj është çështja jemja, ku jo akomodaj që ka baj, gjë që s'ka rezultu si politike mirë. Thjesht, në rastet si këto, ai do të kishte bërë marrëveshje të koalicionit me secilin parti, ose grup minoritar, mënyrë që ata ta dinë rolin e vetë. Këto marrëveshje shpesh nuk bëhen publike, edhin është normale që një si po pretendojnë edhe me nismën e Fatmelina që ka një marrëveshje. Ne mos t'i dim deri në detaje çka merren vesh, sepse kur dalin publik pastaj mund të interpretohen edhe komentohen edhe pastaj mund të jenë nështrohen kritika. Nga njëherë bëhen publike, nga njëherë s'bëhen, mirë, po ajo çka është shumë e sigurt, edhe që tha me sigurinë më të madhe, nuk shkohet kuvend pa marrëveshje. Thjesht nuk shkohet që thot populli le del ku del, ose çka. Kështu po provon, do ta provoj edhe nesër le del ku del kryeministri. Nesër kryeministri ka reflektuar pe kësaj dhe me të vërtetë ka gatishmëri, ka vullnet që me ecë tutje, atëherë ish dosh që me secilin parti minoritare të ulet, të diskutoj, të flas, të qeseroj pozicionin e saj çfarë ka më qenë në qeverisjen e ardhshme, pastaj si këmbim natyrisht ta marr votën, se është edhe në interes të tyre të dinë ku kanë më qenë. Po është shumë e vërtetë që me 48 vota që i ka me vetëvendosja, ose grupi parlamentari vetëvendosjes dhe me 10 vota të minoriteteve pakic jo serbe. Bojnë 58. Bojnë 58. Edhe 3 nëse i ka siguru nismës, bojnë gjatë 1. Plus i ka të pakten një pej listës serbe, që është Në Nadrashiq, apo? Në fakt në Nadrashiq është Partinë vetë. Partinë vetë, po është në 90 e atyne, po që është aleati Zotit Kurti. Po e kisha fjallën për Adem Hoxhën, po Adem Hoxha tash statuti i tij, fakt statusi i tij është i paqartë, sepse dje u përfal që edhe pse ka kaluar tek grupi parlamentar i AK-s. Po me qëtë logjik gjatë 2 ose gjatë 3 vota. Kjo duke llogaritë që edhe ndaj deputet pej partive të mëdha, PDK dhe AK mundet me përkra. Kur t'jemi të zgjedhja e kryetarit, kur s'ka qenë problem kalimi i kryetarit. Shpesh janë votu edhe pej partive tjera, për shembull opozitare, po të qeveria mendoj që me gjatë 2 vota, mbas edhe gjatë 3 mund t'i arrijë pa problem. Atëherë nëse ka këto vota, pse po heziton Kurti që të vazhdoj tutje? Nëse në fakt disa po fajsojnë ato që po e neglizhojnë. Këto janë vota që realisht mund t'i ketë, po përderisa nuk ka sqaru pozicionin e tij me deputetët e komuniteteve, ndoshta ata shprehin hezitimin e tyre dhe e presin që Zoti Kurti me ardhë me një marrëveshje konkrete në mënyrë që ta dinë pozicionin. Apo shfrytëzojnë këtë vakum komunitetet në Kosovë me kërku ministria apo zëvendës ministri? Po është drejt e tyre, tash natyrisht kur të hysh në koalicion është një farë lloj pazari, të tilla gjëra kanë ndodhur edhe përpara, nuk i kena pas me kot ka për secilin ka 20 ministra, ka 50 duke thyer rekordet të postit të zëvendës. Nuk ka ata të tjerë nuk ju ka ardhur mirë ose kanë desht, për shembull zoti Haradina që njihet njëri prej ka qenë po në atë kohë kryeministra me më shumë të ministra, zëvendës kryeministra i ka pas 6. Po ta nuk i dolën mjaftueshëm, so dashkëm i akomodu dhe tjerë, pa të bën dhe do koordinator për kibernetike, për diçka veç me shtu pozita, me shpik pozita në mënyrë që mi akomodu për me arrit qatë gjatë e nishin. Janë dhëmshme këto.
E di që Zoti Kurti nuk i ka pas të probleme herën e parë. A ke një kanë që ka folë 4 vjetë qeverisje për pse ka shumë ministra, pse ka shumë zëvendësministra, madje kjo i ka fuzionu disa ministri. Po tash që jemi një situatë, dhe ai do të më mësu që do të me nda tortën e pushtetit me partnerë, se për ndryshe s'ka. Pastaj njerëz, sidomos partitë e vogla, kanë ambicie jashtëzakonisht të mëdha. Na kemi pasur të kalunën ku e kemi pasur kërën e Bexhet Pacollit në shtat që me 2 ose 3 deputetë ka marrë një gjysmën e pushtetit. Gjysmën e pushtetit, do që ka qenë absurd, ose kemi pasur Zoti Haradinaj vetë që ka ardhur kryeministër me 6-7%. Po interesant, do një më sistemi jon parlamentar dhe mënyra që është bë i jep këtë mundësi dhe është lider do të kenë gjeturi të madhe. Nëse vërtet Kurti menon që në hi me këto përmisa çfarë janë, në çet situatë çfarë është, ai do të lëviz gjithë gurt, ndoshta edhe do të lëshoj peng nga disa parimet e veta, po nëse menon që në këtë formë nuk hyhet edhe ka për synim ose me shkon zgjedhje të reja ose me dorëzu pushtetin tek të tjerët, atëherë është. Ku është interesi Kurti me shkon zgjedhje të reja, me dorëzu pushtetin të tjerëve? Nuk ka kur fare interesi, mendoj që interesi tina hipotetikisht prapë është që ndoshta të rri kështu me si kryeministër në detyrës së ndërheqje qysh do që të quhet, qysh e qunë veten, se s'kem një farë, hala nuk e kena arrit një konsenzus qysh me qujt, kem dy qëndërime të ndryshme. Disa po e quajnë deputet. Po, deputet kryeministër Kurti, ose deputet ministër filani, në fakt ai është se dhe ligje shpesh është i paqartë edhe kushtetuta. Do të se nuk është arsye për opozitë të më marrë me këtë temë. Do thotë duhet me votue konsultimi i Kuvendit, pastaj janë çështje që mund të rregullohen, pra më shumë ndoshta mund të jeni notë politike. Gjithçka kish më shku sipas skenarit kushtetues, ai edhe s'kish pas mundësi, pavarësisht se nuk ka jep ndërheqje kështu formale, ai kur s'kish mujt me ul më në pjesën e Kuvendit ka kryeministri, sepse më njëherë masi të konstituohet Kuvendi, fillon afati për mu formu qeveria re. Edhe ai pa u formu qeveria re, do të thonë çaj është seanca pasuese. Kështu që i bjen që është një situatë shumë e përkohshme, po nëse dikush mendon që thot Kurti po supozojmë sepse shpesh ne bëjmë analiza të cilat të i marr faktor të ndryshëm, po edhe mund të mos ia qellojmë. Nëse ka për qëllim ta mbajë qeverinë me kështu si në detyrë dhe të provokoj ose të shtyj vendi drejt zgjedhjeve të reja me synim që dikun ka shtatori ose tetori bashkë me zgjedhje tjera të ketë prapë zgjedhje ose mas 4-5 të shtyj deri në limitet këtë mos konstituimin e Kuvendit, pastaj të provokohet zgjedhje të reja dhe ky pastaj të fitoj edhe disa muj, duke thënë që ja shi që na kemi qeveri që është të ushtru funksionin, nuk i kemi për gut kur gjë, adin që kjo mundet me pas një farë. A do të kemë nevojë për gjykatë kushtetuese ndonjë interpretim? Gati është bë praktikja, sa që kemi. Sepse në fakt nuk ka ndonjë reflektim dhe nesër ndoshta mund të jetë një njëjtë gjë sikur se ndodhi dje. Do të mund të ketë përsëritje çdo 48 orë seanca tentim për uroj që të mos shkojmë atje se donë se disa njerëz të kushtetues po bën thirrje që publikisht dërgojnë kushtetuese edhe zgjidhin problemin. Që aja mund të jetë ka ndodhur dhe herën e kaluar, ne se kena pasi zakon për edhe për çështjet cilat janë, na jem shumë specialista me ndërleku çështjet, drejt më thënë, sepse në një shoqëri normale, nëse njerëz të ushtrojnë detyrën me përgjegjësi, me ndërgjegje, çfarë janë të obliguar, sepse tek më fundit gjithë ata janë zgjedhur të popullit, nuk janë njerëz do si do, edhe kanë obligime dy fish, e kanë obligim moral, po kanë obligim edhe ndaj zgjedhësve, po kanë edhe obligim ligjor që të veprojnë me ndërgjegje dhe me përgjegjësi më të madhe. Unë besoj që situata është shumë e qartë edhe shumë e pastër dhe s'kish pas nevojë na me provoku situata kur do të duhej patjetër të ndërhyjë gjykata kushtetuese, pastaj dalim prapë të kontestojmë vendimet e gjykatës kushtetuese, adin në hin prapë çështje të cilat
dim shpesh me ra. A ka ndodhur kaluarën ka ndodhur. Për shembull, shpesh në vitin 2014 kur pat një tendencë që PDK-ja si fituese e zgjedhjeve të lihet në pozitë, atëherë ishte gjykata kushtetuese që doli me një interpretim që kryetari i kuvendit i takon vetëm partisë që i ka fitu ose koalicionit që i ka fitu zgjedhjet ose numrin më të madh. Dhe pastaj me këtë mënyrë do i ke me rujt që patjetër partia fituese me kon pjesë e pushtetit ose koalicioneve tashme qeverise. Prap mund të ketë diçka që po për mendimin tim edhe si jurist, mendoj që situata është shumë e qartë dhe në kësi situata është një krizë kryesisht artificiale, teknike, pa nevojshme, është diçka shumë procedurale që nuk kishte dashur me ndërhyjë gjykata kushtetuese, por nëse vërtet shihet që po bëhet problem kjo, atëherë mund të provohet. Se për shembull tash për dallim nga hera tjera, kësaj radhe kemi pas një metodë të re me kërku sqarim ose me dërgu letër presidentit të Republikës Kosovës. Që bën një zgjidhje të vogël. Dhe aja tash merr një farë roli pak a shumë të interpretimit ligjit të kushtetuesës e me i tregu kuvendit që ka me bën, gjë që kërkun nuk shkruan as dispozitë, as në kushtetutë, as të rregulloret punës kuvendit, po që nëse është një praktikë që është për të mirën e interesit përgjithshëm, atëherë mirë, në rregull, se tek më fundit mund të thuhet që po presidentja është përgjegjëse për me rujtje frymin institucionale se një farë gardiani balancimin e pushteteve tjera, por këtu të na jem pra na kemi për me i ndërliku çështën. Kemi një problem për konstituimin e kuvendit, pastaj do të ketë probleme i qeverisë, i kryeministrit. Po tash pra është një rrugë me shumë probleme. Po, te kush don probleme mundet me gjetë probleme sa dush. Në kuptimin e numrave. Po, e vërtet. Për shembull, nëse konstituohet kuvendi, atëherë fillon me rrjedha fati për mandatarin e qeverisë. Me njëherë duhet që presidentja me mandatu këtë rast për supozoj zoti Kurti që ka fitu mas shumë t'jullëse në kuvendin e Republikës Kosovës, ato rrjedha fati 15 ditë. Tani ke më lehtë. Se kur të kryhet që kjo fati 15 ditor, në rast se Kurti i propozon ministrat dhe kabinetin qeveritar, ai nuk ka lënë kuvend, presidentja mundet më ia dhë prap mandatin atij ose dikujt tjetër brenda 10 dite që prapa i mundet me provu nëse ja atëherë shkon zgjedhje. Adin është situata më e qartë. Por që ky farë ngarshi në konstituimin e kuvendit është pak më i ndërlikuar sepse mundën me u provoku ose me shku deri në limitet kohore kështu me dështimet, seanca është qëllimshme me kërku ndihmën e gjykatës kushtetuese, që pastaj mundet me i marrë edhe disa muaj sepse nuk është që gjykata kushtetuese një çështje gjyqësore mundet të zgjedhë më 2 ose 3 dite. Çish e ka bërë presidentja. Po, kështu që me mirat mirës do të ishte që njerëz të reflektojnë. Ose të presim ndonjë presion nga faktori ndërkombëtar që kemi mësuar në të kaluar. Nuk është që po interesant shumë, paktën mund të ketë presione kështu jashtë presione publike s'ka pas. Qysh ka pas të kaluar? Jo, përpara ka pas apo ndoshta këtë po presin partitë. Nashta edhe faktori ndërkombëtar nuk është shumë interesues sepse në Kosovë ka prej 2008-s është shtet dhe tashmë ata konsiderojnë që i ke kaluar ato etapa. Por edhe pas pavarësisë ka pas trysninjëse ose po kanë fazat e konsolidimit, shtetformimit, ndërtimin e praktikës, nuk ka pas një praktikë të mirëfillt. Po tash faktorin ndërkombëtar ata konsiderojnë që na jemi pjekë dhe maturu mjaftueshëm sa që me zgjidh vetë problemet e tona, kështu që faktori ndërkombëtar pavarësisht se dikush mundet me pas një perceptim të keq, shpesh na ka ndihmuar për me dal, për me ul çdo egot e liderëve edhe për me i si më thon ata elementet destruktiv mi pasivizu për hir të interesit përgjithshëm. Dhe na kena pas koalicione që janë kanë shumë pa mundura, për shembull një prej koalicioneve që
Kërkush se ka pas prit ka qenë 2014 PDK, LDK, cila patarët si pasojë një presioni shumë të madh faktorit ndërkombëtar. Nuk e dia ka rezultu i qëlluni. Po e shfryzojnë partitë edhe me qenë se nuk kemi ambasador të akredituar të SBA-s në Kosovë momentalisht. Se zakonisht jemi mësuar që ambasadorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës të kryejnë shumë punë në disa çështje të rëndësishme. Ashtu ta shfryzojnë që të bësh llok edhe. Po ka mundësi kështu për koincidencë që të mos kemi as ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pastaj Bashkimi Evropian nuk është më i fuqishëm dhe unik që ka qenë herën e parë, sepse në fakt gjeopolitika ndërkombëtare ka ndryshuar shumë, në horizont janë ose në sfond janë probleme shumë më të mëdha që Evropa është duke u marrë, po edhe Shtetet e Bashkuara janë duke marrë dhe kjo pastaj sigurisht na bën në agjendën e tyre si një vend që nuk jemi shumë në farë vendi që ka rëndësi të madhe dhe problemet që i kemi na për ta nuk janë probleme shumë të rëndësishme dhe kemi pa që vërtet nuk ka pas as madje as kësi për pas ambasadorit gjerman gjë, ndoket edhe ambasadori i Mbretërisë Bashkuara. Mbretërisë së Bashkuar, nuk kemi pas diçka një mesazh të qartë ose të fuqishëm për liderët e vendit, një mesazh i atill që mund quhet edhe si një farë lloj presioni. Madje as presioni i butë. Atëherë për këtë është fundi i këtij emisioni, po shpresojmë që herë tjetër kur të takohemi të kemi edhe kuvend pra deputet të betuar e të përfunduar me mandate dhe njëkohësisht do të kemi qeveri tashmë të re në emisionin tjetër të radhës, nëse s'kemi ndonjë ngërç që do të zgjasë me muaj. Uraj do të ishte shumë e natyrshme dhe e pritshme. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit. Të nderuar miq, kaq për këtë takim, takohemi herën tjetër dhe atëherë më mbeshim me programet të rretërisë në vazhdim.